Ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Muisiu sot vizitoi lagjen e trimëve në Kumanov. Ish-presidenti Muisiu tha se aksioni armatosur ishte i planifikuar për terrorizuar dhe friksuar banorët e kësaj lagje. Ai gjithashtu bëri thirrje për hetim ndërkombëtar ku do bënte pjesë dhe Republika e Shqipërisë. Muisiu gjithashtu shpreh keqardhje familjarëve të cilëve janë dëmtuar shtëpitë e tyre. Sot erdha këtu me ftesë të miqve të mi veteranët dhe me të drejtë po befasohem me këto shkatërime që kam parë. Po befasohem për arsye sepse në vërtet nuk krijohet përshtypje që është bërë një luftë dhe luftë jo me policë, po luftë me ushtri. Sepse shkatërimet të tilla nuk do t'i bëj as automatiku, as pushka, pa folë për pistoletën. Këto janë bërë me artilleri, ose me të paktën mitralos 14.5 apo 12.7 që janë kanë predhe më të madhe. Dhe nga bisedat i patave banorë tu, më vjen që di se shoh që është hapur zjarr në mënyrë kaq të llaktashme, pa marrë përgjigje. Këtë nuk e kuptoj fare. Se mund të hapë zjarr kur tjetri të godet. Për vetëmbrojtje ose për argjësimin e objektivit i ka pas ku forcat i kanë operu. Pa folë që njerëzit kanë qenë të përshpia, me fëmijë, me gra, dhe është për të gabitë se si ka shpëtu pa u plagosë dhe pa u vrarë njëri nga banorët. Dhe duke qartë i ka qenë një terror i planifikuar për të terrorizuar dhe për të trembur banorët. Sepse nuk e di, s'po marrim vesh se ku kanë qenë këta njerëz që më vonë u shpallën të vrarë, të plagosur dhe u kapën. Por një diçka është e qartë, që ky operacion ushtarak, se unë s'pu ta kjo policorët, unë jam vetë ish ushtarak dhe e di çfarë armësh dhe çfarë dëme mund të shkaktoj secila armë, edhe çfarë armë mund të ketë policia dhe ushtria. Dhe kjo vërtet është një diçka që megjithëse erdha këtu, unë akoma nuk e kam të qartë si qysh janë zhvilluar veprimet. Sepse ende nuk ka asgjë të qartë nga shteti Maqedonas, nga forcat dhe dikasteret e caktuara të shtetit Maqedonas, çka ka ndodhur, si ka ndodhur, pse ka ndodhur. Ka vetëm disa njoftimet të përgjithshme, nga të cilat është e vështirë të nxjerrësh konkluzione. Këtu vërtet duhet një hetim ndërkombëtar, i hollësishëm, dhe unë nuk do ta quaj të plot hetimin, nëse nuk do të ketë pjesë edhe Republika e Shqipërisë në hetim. Sepse ju vërtet jeni në shtetës Maqedonas, po jeni kombësisë shqiptare. Dhe Republika e Shqipërisë e ka për detyrë në kushtetut të interesohet e të përgjigjet për njerëzit të kombësisë shqiptare që banojnë në vendet e tjera. Aq më tepër që ju jeni një vend fqinj me Republikën e Shqipërisë. Dhe vetëm kështu mund të sqarohet gjërat dhe të merret vesh se çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, si ka ndodhur dhe personat përgjegjës të mbajnë përgjegjësinë e tyre. Dhe dua të them që ne shqiptarët, sigurisht unë nuk mund të flas në emër të shtetit shqiptar sepse jam tani larguar nga detyrat shtetërore, por në emër shqiptarëve unë flas sepse jam pjesë e këtij populli dhe shfaqi ndjenjatën time për trajtimin që është bërë njerëzve gjatë këtij operacioni ushtarak o policor, që është kryer këtu në Kumanov, me qëllime të caktuara për të treguar forcën, për të terrorizuar njerëzit, dhe unë nuk e di se çfarë terroristash ka pasur këtu, se s'po marr vesh ku kanë qenë dhe ku janë strehuar dhe si kanë luftuar dhe me kë kanë luftuar.
Pra, si që thash, këtë mund të skaroj vetëm një hetim ndërkombëtar i specializuar, i paanshëm për të nxjerrë të drejtën në shesh, në mënyrë që njerëzit të marrin vesh që të gjithë pse ka ndodhur ky terror këtu në qytetin tuaj të Kumanovës. Unë ju shpreh vërtet keqardhjen time gjithë banorëve për shkatrimet që kanë pasur dhe për shoh që asnjë mas nuk është marrë për të riparuar të shtëpi, sepse në gjendje të tillë ne kemi parë vetëm pas luftës dytë botërore në qytetet gjermane, që janë bombarduar dhe kanë vepruar tanket dhe ushtria në qytet, pra është bërë luftë në qytet. Si i themi ne ushtarakët, luftë rrugë për rrugë, shtëpi me shtëpi. Dhe kë përshtypjet krijohet këtu. Ish presidenti Mojsiu ishte i mendimit se hetimi ndërkombëtar i specializuar dhe i paanshëm mund të garantoj që e vërteta të dalë në shesh për rastin e Kumanovës.